Në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit, në Vaun e Deos u zhvillua një aktivitet i veçantë kulturor, që solli në qendër fuqinë dhe magjinë e librit. Në moton Një univers mes dy kapakëve, eventi mblodhi autor, lexues dhe të apasionuar pas letërsisë në një atmosferë frymëzuese. Të ftuar special ishin autorët Gjahid Bushati dhe Bruna Gjoni Përvathi, të cilët ndajnë me publikun përvojat e tyre krijuese, duke theksuar rëndësinë e leximit dhe ndikimin e tij në formimin e shoqërisë. Ishte kënaqësi që isha pjesë e këtij aktiviteti organizuar nga poetja Bona Mulaj. Dhe mes këtyre njerëzve që e promovojnë kaq bukur këtë zonë të tyre. Ky aktivitet ngjan një enciklopedie që nuk i flet vetëm kohës sonë, po do t'ju flas edhe brezave. Dhe është një dëshmi, është një model se si kur ke dashuri realizon aktivitete të tilla kaq të bukura, dhe unë me shumë dëshirë dhe me shumë zemër ju tham faleminderit që më keni nderuar me këtë ftesë tuaj. Vaudensi është vërtet një poezi në vete, një libër poetik në vete, prezenca sot këtu, ky aktivitet i organizuar në këtë mënyrë këtu, për cilin absolutisht që një ftesë jashtëzakonisht e mirëpritën dhe kam ardhur me dëshirën më të madhe. Falenderoj organizatorët në të posaçme Brunën, gjithë krijuesit e kësaj zone me të cilët më sigurisht ndjedhin rrajt e mia, ndjedhin linja. Falenderoj Vaudensin për mikpritjen, falenderoj Brunën për këtë organizim shumë të bukur në ditën e librit. Ishim larg personalitetet librit krijimtarisë dhe përveç asaj që ne folëm për ditën, ishte një ditë relaksi pranë pohizës së liçenit që të jep një frymëzim të jashtëzakonshëm aq më tepër për ne shkrimtarë që kemi nevojë për frymëzime të tilla. Aktiviteti u organizua nga Bashkia Vaudeos në bashkëpunim me Zyrën e Kulturës. Takimi u kthye në një festë të librit, ku fjala e shkruar u bë ura që bashkoi breza dhe ide, duke rikujtuar se libri mbetet një nga pasuritë më të çmuara të shoqërisë.